për këto përgjigjet, edhe duke ju referuar Don Kishotit Cervantesit, me të thënë drejtën, edhe ne fshatarët si Don Kishot, nuk jemi Don Kishot, po Sancho Pancho do të quaj veten, unë i kam vënë mur, ma në mendim mur, i kam vënë mur, e kam ndërtuar mur atyre libra me kalorsjak, që mos bënd Don Kishot, dakor? Se i njoh mirë Don Kishotin e Manches, edhe pse e di patjetër që nuk është romanticizëm, siç e thoshte partia ju, romantist shqiptar, të lutem. Ja, po ta them edhe një herë, nuk e kam këtu. Edhe unë ato libra kalorsjak zakonisht i krahasoj me propagandën qeverisë. Pse e them këtë? Nga e dini këta freshistat, çat ndan këta Tollona Vajguri, këta në lushe, se unë flas për lushe. Si e? To që ndanë ditë për para, freshistët, ishin Tollona Vajguri, qarë ishin? Ç'kjerë ti rri beqef disi nga lushe nga fjeri? Faleminderit, zoti Strazimiri e ka fjalën për pyetje. Faleminderit, zoti kryetar. Pastaj zoti Blushi dhe e mbyllim ne. Konkretisht, çfarë u bë me këta 4.300.000 euro? Çfarë u bë? Ku u shpenzuan? Ka një faturë? Kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo? Çfarë ishte konkretisht gjë? Blet bileta ju dhe ju shpërndat njerëzve, nuk ju mbush. Çfarë ishte? Si e shpëtuat aktiviteti? Dhe nderin e Shqipërisë me këtë rast. Atëherë, aktiviteti ka pasur një plan biznesi që përmenda. Plan biznesi ka pasur një program pagesash, i cili përkonte me të ardhurat, sipas fazave të mbledhjes tyre, nga shitjet, nga sponsorët, nga donatorët e tjerë, siç bëhet për çdo event. Kuptohet që kjo pjesë, pra ky proces u kushtëzuar rënd nga situata që u përballëm pa e ditur, pra në muajt e fillimit protestës, dhe edhe nga pikpamja atyre bizneseve i do donin të ishin mbështetës, po që anët e muan se po ta bënin këtë gjë, do ndërhyej për imazhin e tyre, patëm një betejë e cila lidhej më pas edhe deri me nivelet e reviewve, shumë biznese janë ndjerë shumë të kërcënuara që të ishin të lirshme për të ndihmuar aktivitetin, dhe kjo kosto e ardhur në mënyrë kaq pa parashikuar, natyrisht që erdhi tek një mbledhje e të gjitha faturave të fundit, të fazës fundit të realizimit të eventit, të cilat nuk mund të paguheshin dot. Dhe për këtë arsye promotorët kërkuan mbështetjen e qeverisë, e cila ishte angazhuar që prej fillimit për mbështetjen në çdo aspekt të eventit, por jo të zërave që kishin bënin me koncertin vetvete, pra për pjesën e pagesave që kishin bënin me fita artistit, me fitë ndryshme, me rata të pagesave të ndryshme të cilët ishin bërë herën e parë nga promotori, herën e dytë nga promotori, herën e tretë nuk po bëheshin dot nga promotori, sepse promotori ishte në vështirësi. Pra promotori gjerman dhe promotori shqiptar. Privat dhe privat, pa tjetër. Dhe neve nuk kemi një realitet abstrakt i pandjeshëm ndaj zhvillimeve në treg. Ne nuk kemi një mur mes nesh dhe tregut. Po faleminderit zoti Gonxhe, lutem. Jo, edhe një gjë. Lutem sepse patjetër që pagesat janë të gjitha me një listë artikush, kontratash, pagesash, të gjitha të cilat janë të raportuara në materialet e depozituara në dosjen përkatëse. Faleminderit. Po zoti Strazimiri. Fal. Unë pikërisht këtë ju kërkova. Nuk ju kërkova fjalë. Kur bëhet fjalë për shifra, cilat janë pagesat. Më ka kushtuar kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo, kaq kjo. Deri tani, ajo që unë kuptova, është që ju keni shpëtuar me këto 4.300.000 euro nderin e Shqipërisë, sepse i keni nxjerr plan biznesin e Kanye Westit dhe të atyre që do të fitonin nga kjo punë, i keni nxjerr me fitimin siç e kishim planifikuar. Dhe atë fitim e kemi paguar ne, këtë thatë ju deri tani. Promotorët kishin një plan biznesi, plani i biznesit është kaq shpenzime, kaq do të kemi të ardhura, diferenca është fitimi, të cilin nuk e realizohen dot për arsyet që ju thatë. Ktu keni ndërhyr ju për të shpëtuar faqen Shqipërisë që Kanye Westi dhe promotorët të mos dilnin me humbje në këtë biznes. Tashti, në mënyrë të vazhdueshme me çështje biletash, është hera e dytë që ti përfshihesh në këtë punë, më zotëri. E gjen vetë apo të gjen fati ty, se dhe në 2001 me skorpionsat po këtë muhabet kishe $900.000 ishin atëherë. Sot e ke 4.300.000 euro. Herës tjetër sa do e kesh faturën ti kur vi puna për të shpëtuar nderin e Shqipërisë me koncerte privatësh që na dalin në vështirësi sepse nuk arrin dot të kryejnë fitimin. Dhe ti
Është shteti që nuk ka ilaçe ke onkologjiku për fëmijët me kancer, i gjen legët për shpëtuar deri në Shqipëri 4.300.000 euro ditë, që të dalin me fitimin që kishte planifikuar më përpara Kanye Westi. E gjen vetë kët apo të gjen fati i keq ty gjithmonë sa herë vjen puna për bileta për Scorpionsat Kanye Westit, po diun Jennifer Lopez e do para kurva. Keni bërë plan tjetër për cilë një tjetër me bileta të jepni prap lek? Kjo është pyetja. Po faleminderit zoti Strazimiri, zoti Gonxhe, zoti ministër, do t'ju lutem shumë shkurt. Po pse unë kam qenë gjatë në Jo, përgjigje? shiko, problemi është sepse ju sot jeni dhe në dy komisione tjera, njërin e mbarut, jeni dhe te ekonomia. Po për të njëjtën gjë. Ndërkohë që në këtë komision shqyrtohet vetëm bazueshmëria nga pikpamja kushtetuese dhe e ligjit në fuqi. Pra ne këtu analizojmë vetëm a janë kushtet e neni 101 kushtetues Republikës Shqipërisë dhe në hierarkinë e akteve në 116 e kushtetues, a e ka drejtën Këshilli i Ministrave të operojë me akt normativ. Kaq. Pastaj a prek fondin rezerva, po prek buxhetin është gjë tjetër. Të lutem shumë shkurt për përgjigjet e zotit Strazimiri. Po pyetjet më pas ishin krejt politike dhe gati personale. Unë këtu nuk jam për të bërë fushat as personale, as për të mbrojt aktet e mia para 20 vjetësh, në rast se duhet e bëj. Jo, nuk është nevoja. Por besoj që nuk është në interesin e... Zoti Blushi, ke fjalën për pyetje dhe të lutem ti jesh racional me kohën, që të mos detyron pastaj të ndërhyj. Unë për përmbledh kryetar nuk kam asnjë pyetje, sepse është e qartë që sot keni sjellë një akt për të ligjëruar një vjedhje. Keni vjedhur 4.3 milion euro taksa të shqiptarëve, një çështje të cilën me të drejtë evidentoi edhe kolegu Strazimiri, pra ka filluar kjo çështje e vjedhjes me koncertet nga Scorpionsat në 2000 ka qenë 650.000 marka në atë kohë. Unë ngritë një komision parlamentar. Tani sërish Blendi Gonxhe tek Kanye Westi. Franga, aq më keq akoma, se pas ka qenë vlerë akoma dhe më e madhe. Sot keni sjell një akt, pra kërkoni të ligjëroni një vjedhje. Dhe për më tepër kërkoj totalisht i mbrapsh, këtu je në komision parlamentar, je në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të fyesh ti asnjë protestues. Nuk e ke këtë të drejtë. Sepse në qoftë se jeni kaqtrim, dilni te sheshi dhe mos u fshini pas makinave kur ju gjuan me vezë. Se duke përdorur të tilla terma edhe ato vezë keni pak. Nuk mund të fyesh. Zoti Blushi. Nuk mund të fyej ministri. Merru me aktin normativ. Zoti kryetar, është e patolerueshme që të përdoret kjo përdorje. Sepse ministri këtu përfaqëson Këshillin e Ministrave. Ai nuk i takon atij. Nuk është karigja e Blendi Gonxhes, është karigja e ministrit. Po patjetër me ministrit. Që fyen këtu çdo shqiptar, unë nuk mund të toleroj as ti quaj as pse kë fyu ministri. Fyu protestuesit pra, ju tha Don Kishot, se ju nuk i bën përshtypje. Po shlidh ty me protestuesit jashtë, se këtë se kuptoj. Mua më lidhin me protestuesit, më lidhin 5 kërkesat e tyre të drejta. Kërkesat ama. Po, se vetë atje në shef, sepse kemi të bëjmë me një vjedhje, pra vjen një ministër këtu për të na mbushur mendjen e për kushtet e emergjencës kur njerëzit po humbin jetën për shuma qesharake. Kur QSUT-ja shpall listën që s'ka gjilpëra në spitale. Dhe ministri quan këtu protestuesit Don Kishot, pse protestojnë ata që të vjedh Edi Rama me Blendi Gonxhen. Dhe kemi ne të drejtën të fyem. Ajo karike nuk është e Blendi Gonxhes. Ndaj i kërkoj tani të tërheq mbrapsht ato fjalë dhe ato vezë që i gjuajnë ka pak. E para, e dyta, unë nuk e shpjegoj dot si ka mundësi. Pra, i keni vjedhur paret dhe tani vini në komision për të ligjëruar çfarë. Do i kthej Kanye Westi në rast se ne nuk i japim okay këtij akti, do na i kthej paret, do i kthej paret shqiptarëve. Kush ishte emergjenca? Emergjencë sot janë ato fshatra dhe qytete që po digjen, po përvolojnë nga zjarre dhe si qeveri s'keni ngritur dorën për të miratuar qoftë edhe blerjen e një avioni për të fikur zjarret. Emergjenca janë ata njerëz që po humbin jetën në spitale sepse qeveria s'ka 10.000 euro apo 20.000 euro apo 75.000 euro për të bler poltronat onkologjiku. Imazhin e Shqipërisë nuk e kanë dëmtuar, por e keni dëmtuar ju me vjedhjet tuaja. Uroja shumë që të kishin nxjerrë mësime nga diga, po Edi Rama sa herë është keq ju nxjerr ju për të përmbytur. Po faleminderit zoti Blushi. Ndaj kryetari ju lutem edhe për opinionin. Nuk mund të vijoj kjo mbledhje këtu duke fyer shqiptarët në Të lutem. Qoftë edhe një shqiptar të vet. Po mbledhjen fatmirësisht e drejtoj unë këtu, jo ti. Po nuk ka të drejtë një ministër. Të lutem.
Ka mundësi? Nuk ka të... Po ta ka mesh drejt në Nëse- fjalës më po burr tani, unë ta ka mesh drejt në fjalës tani. Unë nuk e di. Po mos e prano më burr. Kush po të detyron ta pranojsh? Mos e prano. Ke votën, shprehu me votë. Ndërsa qëndrimet politike mbaj dhe në komision dhe në sallë. Tani ti thua ti, po është për ty pra. Po, është për ty kjo gjë. Të lutem. Tani lëre politikën e madhe këtu se jemi për tjetër gjë. Tani pjesa Shumë faleminderit zoti ministër. Po, Zoti ministër, të lutem, përpara se sa ta hedh votim aktin normativ, ju lutem një përmbledhje të shkurtër të asaj për të cilën ky komision do të shprehet. Roli juaj si ministri dhe i shtetit këtë koncert, nevoja dhe urgjenca siç është arsyetuar në relacion, dhe çfarë ishin kostot dhe përfitimet e këtij eventi me përmasa ndërkombëtare. Pra çfarë pasojash do të kishim në rast se do të dështonte koncerti dhe cilat janë përfitimet e Shqipërisë në rastin konkret nga zhvillimi i këtij koncerti. Por i du në mënyrë të përmbledhur